Pasditjen e të dielës ka ndodhur një incident i rënd mes disa të rinjve në Ferizaj. Viktima identifikuar si F.V ka qenë duke kaluar në oborrin e shkollës kur është përballur me 3 persona të panjohur. Pas një përplasje verbale, njëri nga sulmuesit e ka goditur me thik në disa pjesë të trupit, duke i shkaktuar plagë serioze dhe viktima aktualisht gjendet në CKUK për trajtim mjekësor. Rasti ka ndodhur në oborrin e gjimnazit Shaban Hashani, objekt i cili tashmë është nën menaxhimin e së trashëgimisë kulturore. Drejtori i arsimit në Ferizaj ka njoftuar se siguria dhe menaxhimi i këtij objekti, i cili ka mbetur bosh që nga kur nxënësit dolën në shkollën e re, nuk bëhet nga drejtoria që ai udhëheq. Ne dje kemi marrë informacionin nga personalisht, por edhe nga portalet të tjera, nga informacionet të tjera që kanë rridhur nga aspekti gazetarisë, dhe me të marrë lajmin nga ana juaj, ne kemi kontaktuar drejtorin e shkollës Gjan Serreçi. Drejtori na ka njoftuar se pas shqimit të kamerave nga ana e policisë nuk ka qenë rasti që ka ndodhur në shkollën Gjan Serreçi. Po flasmi për objektin aktual, po është shkolla Gjan Serreçi. Më pas është vërtetuar se ngjarja ka ndodhur në objektin e Gjan Serreçi, në fakt e Shaban Hashani dhe Elena Gjika, shkolla mjekësisë. Ju e dini tani më që ajo shkollë nuk është në menaxhimin e drejtorisë së arsimit dhe në menaxhimin e qeverisë komunale, për faktin se pas largimit të nxënësve nga ai objekt shkollor, që kemi transferuar në objektin e ri nga 20 janari këtij viti, ne komplet raportin me të dhënat dhe me gjithë infrastrukturën e cila ka qenë aty në atë shkollë e kemi përcjellur tek njësiti për trashëgimi kulturore këtu në komunën e Ferizaj. Ju e dini tani më që kjo shkollë është në trashëgimi kulturore dhe me qenë se është në trashëgimi kulturore, ne kemi bërë raportin, e kemi dorëzuar njësitin e trashëgimisë kulturore në komunën e Ferizaj dhe i kemi njoftuar ata edhe për mes emailës që ajo shkollë tani më është në menaxhimin e juaj si aset i tyre. Por sidoqë tjetë, ajo nuk do të arsiton dhe nuk e arsiton ngjarjen i cila ka ndodhur, sepse kemi të bëjmë me moshën e mitur, kemi të bëjmë me të rinjët tanë, të cilët fatkeqësisht nuk është hera e parë dhe vash zoti që jetë e fundit që po ndodhin kësa raste, qoftë të thërrjeve me thika apo qoftë të përdorimit të narkotikëve apo të kurive tjera negative. Kjo është diçka që neve duhet na alarmon si shoqëri, pavarësisht se cilin institucion jemi, pavarësisht se cilin institucion vallëhemi, qoftë drejtoria e arsimit, qoftë njësiti për trashëgimi kulturore apo qoftë policia e Kosovës. Megjithatë, ne do të jemi të koordinuar dhe të punojmë e të angazhohemi, të bashkëpunojmë që të kemi sa më pak këso raste. Ne urojmë që ai fëmijë të jetë mirë në shëndet dhe ta kalojë këtë sfidë që ai ka ndodhur, por do të punojmë shumë më shumë që të kemi sa më pak këso raste apo të eliminojmë në tërësi këto raste, por mendoj se eliminimi i këtyre rasteve bëhet me një koordinim dhe një bashkëpunim të mirë të organeve të secilët nivel të cilat e kemi, qoftë lokal, qoftë republikan. Drejtoria e arsimit për këtë incident lajmin e mori nga mediat e nuk u informua nga policia. Madje përveç këtij rasti, DK zakonshëm nuk gëzon një bashkëpunim të afërt me policinë në ngjarjet e kësaj natyre. Ne kemi një bashkëpunim të mirë me policinë e Kosovës për shumicën e rasteve të cilat ndodhin sidomos në oborrat e shkollave, në shkolla, qoftë në një rasti të dhunës apo qoftë ligjërimit të tyre lidhur me vetëdijësimin e nxënësve për bulizmin, për nukuritë negative, për narkomani, për alkoolin e për të tjera, por edhe për të tjera, për gjëra të tjera. Kemi qenë të hapur dhe po jemi të hapur në këtë bashkëpunim dhe unë falenderoj policinë e Kosovës që kemi një bashkëpunim të tillë dhe po japin kontributin në këtë drejtim edhe ata në mënyrë që të kemi një stabilitet dhe të kemi një shoqëri sa më të shëndosh. Megjithatë, sa i përket rastit në konkret, por edhe rasteve të tjera, nuk e di dhe nuk e njeh rregulloret e brendshme të policisë së Kosovës apo edhe ligjet të cilat i përkasin organeve të sigurisë, por ne në fatkeqësisht nuk kemi marrë një paraprakisht një informacion nga policia e Kosovës për këtë rast ku ne do ta kishim informacionin zyrtar. Por sidoqë tjetë, thash, me bazën e asaj që mund të thonë edhe vetë policia, janë kompetent për këtë punë, është mirë dhe duhet kërkohet që ta kemi një bashkëpunim edhe në këtë drejtim. Kuptohet krejt në bazë të asaj që e lejon legjislacioni në fuqi. Nëse e lejon legjislacioni në fuqi se duhet lejmëruar edhe organet të tjera, unë mendoj se pika referuese e parë e cila duhet të jetë në kashit të rinjëve tonë që janë të moshës shkollore, duhet të jetë drejtoria e arsimit. Të jepet një njoftim zyrtar se ka ndodhur rasti në objektin e caktuar, cili do objekt shkollor i cili është në komunën e Ferizaj, në mënyrë që ne ta kemi informacionin pastaj edhe nga shkolla.
e kompletojmë dhe e grumbullojmë informacionin më tepër, sepse marrim informacionin nga shkolla, e dim se kush është nxënësi, e dim se nga cilla shkollë vjen, e dim se në cilin çfarë niveli të disiplinës ka pasur ai nxënës në shkolla, në mënyrë që pastaj ta kompletojmë dosjen komplete të këtyre fëmijëve, edhe të kemi masat preventive që mos na ndodhin raste të tjera. Por sidoqoftë, kjo është kompetencë e policisë së Kosovës, por po besoj që në të ardhmen do të mund të kemi bashkëpunim atë sa e lejon legjislacioni në fuqi, qoftë i policisë së Kosovës apo dhe organeve tjera të sigurisë në Republikën e Kosovës. Policia rajonale e Ferizajt ka njoftuar se dje është arrestuar një person i mitur shtetas i Shqipërisë, i cili dyshohet të jetë rasti i sulmit ndaj personit dhe i njëjti ka pranuar veprën e kryer.